që prej datës 14 maj janë hapur zyrtarisht aplikimet për përfitimin nga skema kombëtare e subvencioneve në bujqësi. Përmes portalit e Albania, fermerët mund të kryen të gjithë procesin online, por shumë prej tyre në Gjirokastër vijojnë të kërkojnë ndihmën e zyrave të agjencisë për zhvillim bujqësor dhe rural për të përfunduar aplikimin sakt dhe pagabime. Një pjesë e mirë e tyre shprehen se këto subvencione janë një mbështetje e mirë për të zgjeruar aktivitetet që ata disponojnë. Ne kemi ardhur domethënë të bëjmë ato dokumentet e naftës për pushin. Është domethënë i lehtë aplikimi, ndihmon goxha fermerin. Kryesisht mbjellim forragjere domethënë për blegtorin. Njëkohësisht domethënë mbjellim edhe frutikulturë, ullinj. Unë jam në Kurveleshi, në fshati Regjim banojnë Beliqot. Ne jemi një fermë familjarisht. Unë kam aplikuar shumë herë. Kam darë përfitus të një 2-3 vjetë e funit. Paktën marrëm ja 60% të shpenzimeve për bakti. Deri më tani në qarkun e Gjirokastrës janë kryer rreth 1500 aplikime për subvencione, ndërsa interesi më i madh vijon të jetë për skemën e naftës dhe atë të blegtorisë. Ky proces po vijon dhe fermerët ende kanë kohë për të përfituar nga mbështetja financiare që ofrohet këtë vit.